raportuar dhe bllokuar nga AKEP-i, ndërsa qytetarët paralajmërohen të jenë të kujdesshëm ndaj çdo komunikimi të dyshimit. Në një valë të re mashtrimesh kibernetike, qytetarët shqiptar janë bërë sërish objektivi skemave që synojnë vjedhjen e të dhënave bankare. Këtë herë mesazhe të rreme që pretendojnë se vijnë nga posta shqiptare janë përhapur përmes emaileve dhe rrjeteve sociale duke udhëzuar përdoruesit të klikojnë mbi një link të rrezikshëm. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka ndërmarrë menjëherë të gjitha masat për të bllokuar një skemë mashtruese që synonte vjedhjen e të dhënave bankare përmes mesazheve të rreme në emër të postës shqiptare. Domeni i rrezikshëm është raportuar dhe dërguar për bllokim te AKEP. Skema nuk ka lidhje me ndonjë aktor të sponsorizuar apo organizatë të caktuar, por është një tjetër tentativë mashtruese e njëjtë me ato që janë hasur më parë, të cilat përdorin emrin e institucioneve të besueshme për të fituar akses në të dhënat personale dhe kartat e kreditit. Kjo fushat nuk ka lidhje me një aktor të sponsorizuar specifik, por është një tjetër përpjekje për të vjedhur të dhënat e kartave të kreditit, njësoj si rastet e mëparshme që janë hasur nga emitues të postës shqiptare. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike u bën thirrje qytetarëve të mos hapin apo klikojnë këto linqe të dyshimta dhe të verifikojnë gjithmonë burimin e çdo njoftimi që kërkon të dhëna bankare apo personale. Rasti është një tjetër kujtesë për rreziqet që fshihen pas një klikimi të vetëm në botën e internetit. Në një mëngjes të zakonshëm në Tiranë, ndërsa qyteti nis ditën mes zhurmës dhe nxitimit, Buzlanës shfaqet një realitet i heshtur. 10 burra që presin në radhë, jo për ndihmë, por për një ditë pune. Ata janë punëtorët e padukshëm të ekonomisë informale, njerëz që nuk njihen nga statistikat, por që mbajnë mbi shpinë barën e familjes, pa kontratë, pa sigurime, pa asnjë garanci se dita do të sjellë të ardhura. Ky është Avniu, 46 vjeç nga Tirana. Është vetëm një prej atyre që përmes punës në të zezë përpiqen të sigurojnë të ardhura për familjen. Po, si është të çohesh në mëngjes dhe të shpresosh që dikush të marrë në punë? 6 nesër dal me autobusin, dhe këtu, dhe këtë 5 orë i shtëpi prap. Ka ditë që ka punë, ka ditë që... Kam ditë javë, kam punu javë rështë. Sot si duket në gjendja? Shëtë mjë. Punova, dhe më nënë nesër punova. 7 dhe më nënë punova. Dhe tani do prisni deri në orën? Do majtën e hiki. Punon një jetë dhe nuk mund të shijosh pensionin. Fatmiri thot se çka merr nuk i mjafton për të mbuluar kostot e jetesës dhe buzdollave të lanës është për herë në kërkim të një dite pune. Janë 30 veta këtu, 2 veta. 5 mundi ti muaj pa punë. Ata çfarë i thunë se punët? Kjo punë zezë. Çfarë ore vini mëngjes këtu? Kjo në orën 6. Dhe vini me çfarë? Me urban, me biciklet? Jo, më se këtu e kam shpinën, unë këtu e kam shpinën, ja, për sa problem e jetë. Deri kur mendoni se do vijoni të vini për të kërkuar një ditë punë? Do vi sepse s'kam ku shkoj dhe jetoj. E sotmja ishte një prej ditëve me fat për Fatmirin. Dikush kishte nevojë për punën e tij. Të tjerë si ky 40 vjeçar, krye familjar, nuk e njohin fundjavën si ditë për pushim, edhe pse ajo jo gjithmonë sjell të ardhura. Ora ka kaluar 11:20, deri kur do rrini këtu? Një nga ora 1. Kështu ndodh gjithmonë? Po 10, 12, 1. Si ka qenë ecuria, ka pasur? Nga i qik. Këto janë të vetme të ardhura që ju çonin familja, apo ka dhe të ardhura tjera? Po, vetëm unë. Papunësia vijon të mbetet një problem në vend, hendek që u përkeqësua edhe më shumë nga pandemia. Sipas Instat, niveli aktual i papunësisë është 11.6%, shifër kjo larg 2019-s, ku ky tregues ishte në kuotën e 11.2%. Thëndryshe, janë 36.811 të punësuar më pak. Qeveria synon që personat mbi moshën 60 vjeç të mos paguajnë taksën e shtëpisë dhe të reduktohet çmimi i energjisë. Ndërkohë për të gjithë ata që kanë dalë në pension, hiqet taksa vjetore makinës. Pensionistëve që punojnë do ulet tatimi mbi pagën dhe do të ketë edhe bonuse në sajt të performancës. 1 në 5 shqiptar sot është i moshuar, nga rreth 2.4 milion qytetar në total, më shumë se 473.000 janë mbi 65 vjeç. Plakja, një fenomen që thret për vëmendje dhe përgjegjësi, sjell sfida që kërkojnë zgjidhje të guximshme. Në këtë peizazh të transformuar, qeveria ka parashikuar
të ndërmarrë disa hapa me lehtësi fiskale, ndihma në energji dhe stimuj punësimi. Të paktën 30.000 individ kontribues në moshë pensioni përfitojnë nga stimujt, si rishikimi i kornizës ligjore në drejtim të uljes së normave të tatimit për të ardhurat e të punësuarve në moshë pensioni, bonuse për qëndrueshmëri dhe performancë, mbështetje për pensione private, fleksibilitet të orareve të punës. Kjo duke u përpjekur të rindërtoj urat drejt një të ardhmeje më të mirë për brezin e të moshuarve. Me qëllim reduktimin e varfërisë për të moshuarit, një nga drejtimet është dhe krijimi i lehtësirave fiskale, të tilla si përjashtimi nga taksat për pronat e pasurive të patundshme të pronarëve të moshuar. Kjo do të thotë më shumë frymarrje për familjet që mbështeten në pensionet e tyre, duke ruajtur dinjitetin dhe sigurinë në shtëpinë ku kanë kaluar dekada. Heqja e taksës vjetore për automjetet vetjake të moshuarve 65+ dhe reduktimi i gjobave dhe kamatvonesave. Në një Shqipëri ku numri i moshuarve rritet çdo ditë, këto masat qeverisë synojnë të ofrojnë ndihmë konkrete dhe mbështetje reale për këtë kategori në zhvillim, duke u përpjekur të përballojnë sfidat që sjell plakja e popullsisë. Pushuesit në Vlorë ngresin shqetësim pa pastërtinë përgjatë kësaj vije bregdetare, si dhe kanalizimet e ujrave të zeza që derdhen në det. Sipas tyre, hapësira publike duhet të menaxhuar më mirë. Theksin e vënë edhe tek çmimet e larta. Bregdeti i Vlorës edhe këtë sezon veror po frekuentohet nga pushues të shumt, vendas e të huaj, por për ta shqetësues është papastërtia përgjatë vijes bregdetare dhe se menaxhimi i hapësirës publike duhet bërë më mirë. Pushuesit thonë se duhet të ketë më tepër kosha mbeturinash. Plerat, edhe ne duhet jemi më të kujdesshëm të marrim plerat me vete, po edhe bashkia të vëj punëtor të heqin plerat. Pastrimi pak, shikojnë më tepër kështu. Se s'ka dhe kosh për shemë, ku të hedhësh plerat, ku të ta pash në xhep të shkosh atje më tonë. Ketë më shumë kosha. Më shumë kosha, s'ka kosh fare gjana këtu. Gjithë këtë supermarket, të s'ka kosh fare. Masa më shumë për punimin e kësaj rrogës, se të përheqi kjo është shkëm, është timin e plazhit. Po bëj farë pune, po bërë shumë superfajsore për mendimin tim. Ja, kjo është shkëm. Theksin e vendosin te kanalizimet e ujrave të zeza që derdhen në det, si dhe mungesa e rojeve të plazhit. Jo pak shqetësues për ta janë edhe çmimet e larta. Do ishte nëse me pretendojmë që ka hap sezoni rojet e bregdetit. E domosdoshme. Pardje ishte një rast tu. Po sulëm ne për të ndihmuar dikë. Ai shpëtoi, se nuk është se pati prap duhet, për moshën e 3 duhet. Absolutisht. Për moshën e 3 janë pjesë më e madhe sot për sot. Frekuentimin e ka mosha e 3 që janë këtu. Çmimet e larta janë. Sipas neve që marrim pension të ulët, që në 50 që marrën, çfarë do bëjmë ato? Drita, ujë, ilaçet e tensionit që i merrim me rimbursim na i hoqën tani marrim me para. Me thënë drejtën, nuk më pëlqen ky territori që mbulohet vetëm me çadra, që mbushet me çadrat. Shumë turistë thonë se kjo nuk është hera e parë që vizitojnë bregdetin e Vlorës, dhe se sipas tyre, papastërtia në këtë bregdet është problem i hershëm. Pavarësisht sulmeve të vazhdueshme kundër Ukrainës gjatë kësaj jave, SBA paralajmërojnë se Rusia ende nuk e ka përmbushur hakmarrjen për sulmin me dron të Kievit fundjavën e kaluar. Zyrtar amerikan parashikon një reprezalie të fortë dhe të pamëshirshme gjatë ditëve në vijim. Reprezalia e paralajmëruar e Vladimir Putinit kundër Ukrainës pas sulmeve me dron të fundjavës së kaluar nuk ka ndodhur ende. Kështu besojnë Shtetet e Bashkuara, të cilat paralajmërojnë një sulm të madh e të tejzjatur. Sipas një zyrtari amerikan të cituar nga Reuters, koha e kundër përgjigjes ruse është e paqartë, edhe pse mendohet se mund të ndodhë gjatë ditëve në vijim. Një burim i dytë pretendon se reprezalia me gjas do të përfshijë lloje të ndryshme kapacitete shajrore, mes të cilave raketa e dron. Zyrtarët që folën në kushte anonimiteti nuk detajuan objektivet e mundshëm të Rusisë. Njëri prej tyre tha se sulmi i Moskës do të jetë asimetrik, çka nënkupton se qasja dhe objektivet e shënjestruar nuk do të përputhen me sulmet e Kievit kundër avionëve rus të luftës,
Moska ndërmori një valë intensive sulmesh me raketa e dron ndaj kryeqytetit Ukrainas ditën e premte, me Ministrinë e Mbrojtjes në Rusi, që tha se ato ishin në përgjigje të akteve terroriste të Ukrainës, siç i cilsoi. Sipas një burimi diplomatik perëndimor, reprezalia e Rusisë mund të ketë nisur, por ajo me shumë gjaz do të intensifikohet më tej kundër shënjestrave simbolike ukrainase, të tilla si godinat qeveritare, në një përpjekje për t'i përcjellë mesazh të qartë Kievit. Një tjetër zyrtar perëndimor paralajmëroi se sulmi i Moskës do të jetë i madh, i egër dhe i pamëshirshëm. Ukraina ka thënë se sulmi i guximshëm i fundjavës së shkuar përfsheu 117 dronë, të cilët u lëshuan në thellësi të territorit rus në operacionin e koduar si Rjeta e Merimangës. Sipas vlerësimeve të SBA-s, 20 avion lufte të Moskës u goditën dhe rreth 10 prej tyre u shkatëruan. Presidenti Amerikan Donald Trump urdhëroi mobilizimin e 2000 trupave të gardës kombëtare pas razirave të shpërthyer në Los Angeles. Emigrantët u përleshën me agjentë federal pas bastisjeve nga autoriteti i imigracionit dhe doganave. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom sulmoi vendimin e Trump, që siç tha, do të rrisë edhe më tej tensionet. 2000 trupa të gardës kombëtare amerikane do të mobilizohen me urdhër të presidentit Donald Trump, teksa agentët federal në Los Angeles u përballën me qindra demonstrues në ditën e dytë të protestave kundër bastisjeve ndaj emigrantëve. Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëroi se Pentagoni ishte i përgatitur të mobilizonte trupa aktive në detyrë nëse dhuna vazhdon në Los Angeles, duke thënë se marinsat pranë bazës së afërt të Camp Pendleton ishin në gjendje të lartë gatishmërie. Agentët e sigurisë federale u konfrontuan me protestuesit të shtunën në zonën e Paramount në juglindje të Los Angelesit, ku disa demonstrues shfaqën flamujt meksikan. Një protestë e dytë në zonën qendrore të Los Angeles mbrëmjen e së shtunës mblodhi rreth 60 persona, të cilët thërritën slogane kundër autoriteteve të emigracionit dhe doganave. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom sulmoi vendimin e Trumpit për të mobilizuar 2000 trupa të gardës, duke thënë se ai do të përshkallëzonte edhe më shumë tensionet. Sipas tij, ky hap nuk ndërmerri për shkak të mungesës së sundimit të ligjit, por thjesht për spektakël. Trump shkroi në platformën sociale Truth Social se nëse Newsom dhe kryebashkiake e Los Angelesit Karen Bass nuk e bëjnë dot punën e tyre, atëherë autoritetet federale do të ndryjnë për të zgjidhur problemin. Trazirat shpërthyen të premten pas bastisjeve që autoriteti i zbatimit të emigracionit dhe doganave zhvilloi në banesat e emigrantëve në Los Angeles. Rreth 118 persona u vënë në pranga gjatë operacioneve të kësaj jave. Përfshirë 44 të premten, guvernatori Newsom i dënoi bastisjet si një mizori. Italianët votuan sot në referendum mbi lehtësimin e rregullave të marrjes së shtetësisë dhe fuqizimin e mbrojtjes për punëtorët, me shqetësimeve se pjesëmarrja ulët mund ta bëjë votimin të pavlefshëm. Sa i përket shtetësisë, italianët i përgjigjën pyetjes nëse mbështesin reduktimin e periudhës së rezidencës së kërkuar për të aplikuar për shtetësi italiane në 5 vite. Një qytetar i një vendi jo antar i Bashkimit Evropian, pa martesë apo lidhje gjaku në Itali, duhet aktualisht të jetojë për 10 vite në vend përpara se sa të aplikojë për shtetësi, një proces që mund të marrë edhe vite të tjera. Mbështetësit pretendojnë se reforma mund të prekë rreth 2.5 milion shtetas të huaj që jetojnë në vend, shumica e të cilëve shqiptar, e do të vendoste ligjin për shtetësi në Itali në një linjë me ato të vendeve të tjera evropiane si Gjermania dhe Franca. Masa u propozua nga sindikata kryesore italiane dhe partitë opozitare të së majtës. Kryeministja Meloni tha se do të shfaqej në qendrat e votimit, por se nuk do të hidhte votën e saj. E majta ka kritikuar këtë veprim si antidemokratik, pasi sipas tyre nuk ndihmon në tejkalimin e 50%-shit në pjesëmarrje për ta bërë votimin të vlefshëm. Kombëtarja shqiptare barazoi pagola ndaj
2 persona janë arrestuar si dhe janë proceduar në gjendje të lirë 10 shtetas të tjerë për prishje të rendit dhe qetësisë dhe hedhje të sendeve të forta në fushë gjatë zhvillimit të ndeshjes së futbollit midis Shqipërisë dhe Serbisë në stadiumin Arena Kombëtare. Përveç këtyre, policia e Tiranës ka arrestuar edhe një punonjës të një shoqërie të ruajtjes dhe sigurisë fizike, pasi është konstatuar duke marrë para nga 2 shqiptarë të Kosovës me qëllim shmangjen e kontrollit të tyre fizik. Sipas policisë, 2 shqiptarët nga Kosova u proceduan gjithashtu në gjendje të lirë. Nuk ka pushim për Kuqezin, Kombëtara Shqiptare e Futbollit është rikthyer në fushë dhe ka nisur më njëherë përgatitjet për ndeshjen ndaj Letonisë. Trajneri Silvinjo ndau grupin në 2 pjesë. Lojtarët që nuk u aktivizuan dhe Serbisë zhvilluan një seancë të plotë, të fokusuar më shumë tek puna me topin dhe situatat e ndryshme të lojës, ndërsa lojtarët që luajtën ndaj Serbisë bën vetëm disa ushtrime në palestër. Në ndeshjen e radhës ndaj Letonisë nuk do të jetë në dispozicion kapiteni Berat Gjimshiti, për shkak se ka plotësuar numrin e kartonëve të verdh. Ndeshja Letonisë-Shqipëri do të luhet këtë të martë në datën 10 qershor në stadiumin Skonto në orën 20:45 minuta. Të nderuar shikues, ne këtu kemi përfunduar. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit adycnn.com. Faleminderit për vëmendjen.